akti normativ i nxjerrë për pagimin e 400 milion lekëve të reja ndaj një koncerti private, një kompanie private, është një akt i cili nuk vërteton dhe nuk arsyeton në relacionin shpjegues Këshilli i Ministrave nevojën, për çfarë do duhet që ne nga taksat e shqiptarëve të paguajmë një koncert privat, dhe nuk justifikon as urgjencën, sepse është një aktivitet i cili është publikuar që 2-3 muaj më parë, që në datën 30 prill nga institucionet përgjegjëse dhe ka nisur shitja e biletave në datën 6 maj. Në relacionin shoqërues të aktit, në asnjë rast Këshilli i Ministrave nuk përcakton përse ka ardhur kjo rritje e papriture e kostove, nuk shpjegon nëse janë rritur kostot për shkak të rritjes së çmimeve në bursë të këtyre pajisjeve me radhë, por nga ana tjetër në relacion shpjegohet që kompania do të vendos falas në dispozicion për shtetin shqiptar dhe për shoqërinë shqiptare bileta që të shkojnë familjet në nevojë, të shkojnë studentët, të shkojnë personat me aftësi të kufizuara. Nëse ne kemi para për t'u dhënë personave me aftësi të kufizuara, duhet t'u japim para, duke u paguar kujdestarët. Nuk ka nevojë t'i çojmë në koncert. Nëse ne kemi para për të paguar për familjet në nevojë, duhet t'u rrisim ndihmën ekonomike. Nuk ka nevojë t'i çojmë në koncert. Nëse ne kemi para për të paguar për studentët, duhet t'u rrisim bursat, apo të shtojmë bursat, nuk ka nevojë që ne t'i çojmë në koncert. Aq më shumë në një koncert i cili është koncert privat, i një kompanie private, i një këngëtari privat, dhe nuk është gjë e jashtëzakonshme që një koncert edhe të dështojë. Ka pas koncerte të dështuara Shqipëria dhe do të ketë dhe në të ardhmen, dhe jo vetëm Shqipëria, e gjithë bota. Kështu që ky akt normativ cënon edhe parimin e proporcionalitetit, sepse në akt në asnjë rast nuk shpjegohet përse 400 milion të reja, pra mbi 4 milion euro. Gjithashtu cënohet parimi i barazisë së shtetësve përpara ligjit në enitet i Kushtetutës, sepse i vendos subjektet në pabarazi, disa subjekte kanë ardhur si privat, i kanë zhvilluar aktivitetet e tyre me kostot e veta, ndërkohë që në rastin konkret subvencionohet. Dhe cënohen një sër parimesh të tjera të Kushtetutës tonë, të cilat nuk lejojnë që shteti të kthehet në një organizëm privat. Për ta përmbyllur, të nderuar, duhet keni parasysh që akti normativ me fuqinë e ligjit është një qasje e jashtëzakonshme. I është lënë Këshillit të Ministrave mundësia që në raste gjendje të jashtëzakonshme, situatave të jashtëzakonshme, të marrë tagrin e parlamentit dhe të miratojë një akt normativ me fuqinë e ligjit, praktikisht një ligj. Ne jemi republikë parlamentare, ligjet e miraton parlamenti, po për shkaqe të jashtëzakonshme është lënë mundësia që Këshilli i Ministrave mund ta miratojë dhe brenda 45 ditëve shkon dhe miratohet në kuvend. Çfarë kanë bërë këta? Këta kanë miratuar një ligj me emër të posaçëm. Ligji që në emër e ka akt normativ, pra duhet të normojë, duhet përcaktojë normën, duhet përcaktojë rregull. Ndërkohë këta kanë bërë një akt individual. Atëherë kush do imi mes aktit administrativ individual dhe aktit normativ pra ligjit? Për këtë arsye dhe të gjitha arsyet e tjera që ne i kemi shpjeguar në këtë kërkesë depozituar sot në gjykatë kushtetuese, i kemi kërkuar gjykatës kushtetuese të pezuojë në mënyrë të menjëhershme çdo veprim për të bërë pagesat, edhe pse kam shumë dyshime që këta mund i kenë bërë pagesat, se kur vjen puna për ish-pronart apo për dënuarit politik ka nga 35 vite si marrin s'ua bëjnë, dhe së dyti, për ta shfuqizuar këtë akt normativ si në kundërshtim me Kushtetutën e Republikës së Shqipërisë.